Teatri Migjeni i Shkodrës mikpriti aktorët e njohura të skenës shqiptare, Luiza Gjuvani, Ylka Mujo, Zamira Kita dhe Rudina Dembacaj, të cilat sollën për publikun shkodran shfaqjen 7 minuta të autorit italian Stefano Massini. Regjistori Adriada Dervishi theksoi se kjo shfaqje nuk i flet vetëm grave, por çdo qytetari që ndjen cënimin e dinjitetit në vendin e punës. 7 minuta është një flet për një histori të vërtet, të ndodhur në fakt vite më parë në një fabrik në Francë. Është marrë dhe është rishikuar nga një mjeshtër dhe një nga dramaturgët bashkëkohor më të suksesshëm, siç është Stefano Massini, dhe sigurisht tema që për cilën flitet në 7 minuta është një temë e cila na përket dhe mbetet shumë aktuale. Flitet për dinjitetin, flitet për të drejtat dhe unë synoj vazhdimisht nëpërmjet shfaqjeve teatrore të flas dhe të shkoj drejt një teatri social i cili komunikon me publikun, por nga ana tjetër ngre shumë pikpyetje për shoqërinë. Drama e vendosur në një fabrik tekstili sill në qendër dilemën e 11 grave punëtore, të cilat përballen me një kërkesë të pazakont të heqin dorë nga 7 minuta të pushimit të tyre, një vendim i vogël në pamje të parë, por që ngre pikpyetje të mëdha mbi të drejtat, dinjitetin dhe solidaritetin në vendin e punës. Emocionet që dhuroi publiku shkodran ishin tepër të veçanta për disa nga aktorët protagoniste. Ne kemi shëtitur shumë qytete, ndoshta 7 qytete dhe kemi bërë 19 shfaqje, kjo ishte 19-a. Nuk kemi reshtur së shfaquri 7 minuta sepse është emocion, ka një mesazh shumë të bukur. Shkodra ishte shumë dashuri për ne, publiku na priti shumë mirë, salla ishte plot, kishte duartrokitje në fund dhe e gjithë shfaqja kaloi në heshtje. Kur kam ardhur sot, jam gjithë ditën e emocionuar. Kam kaluar një periudhë fantastike ku kemi punuar komedinë Krimi është imi. Falenderoj shumë publikun, një publik jashtëzakonshëm, falenderoj gjithë stafin teknik. Jam e lumtur, shpresoj që shfaqja të jetë pëlqyer dhe do doja të vija përsëri, do doja të punoja përsëri këtu, e dua Shkodrën ndjem si në shtëpi. E konceptuar si një shfaqje që ngrej vetdijen qytetare, 7 minuta do të vijojë turin e saj edhe në qytete të tjera të Shqipërisë.